Mirë se erdhët në News Hour, unë jam Erneta Shevroja dhe do t'jemi së bashku gjatë këtij edicioni. Është publikuar e plot letra e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ftoi personalisht kryeministrin Edi Rama të jetë pjesë e bordit të paqes, duke përfshirë Shqipërinë si shtet themelues në këtë iniciativë. Në letrën e publikuar nga vetë Rama, Trump e vlerëson Shqipërinë si partner të besueshëm dhe të përkushtuar për paqen. Ftesa lidhet me përpjekjet për paqen në Gaza dhe lindjen e mesme. Kryeministri Rama deklaroi se kjo është një përgjegjësi e madhe dhe garantoi se do të punojë për të nderuar emrin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Kjo është letra me anë të së cilës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump fton personalisht Edi Ramën si kryeministër të Shqipërisë për të bërë pjesë e bordit të paqes. Në letrën e publikuar nga vetë kryeministri Edi Rama, Trump i kërkon t'i bashkohet iniciativës së tij të përpjekjeve për paqe në Gaza dhe lindjen e mesme. Është një nder i madh për mua t'ju ftoj ju, si kryeministër i Republikës së Shqipërisë, të bashkoheni në një përpjekje historike dhe madhështore për forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe njëkohësisht të ndërmarrim një qasje të re, plot guxim për zgjidhjen e konfliktit global. Si kryetari i bordit, ftoj zyrtarisht Republikën e Shqipërisë të përfaqësuar prej jush të na bashkohet si shtet antar themelues dhe të bëhet palë në statutin e bordit të paqes. Sipas letrës së Trump, Shqipëria konsiderohet një partner i përkushtuar për paqe, ndaj dhe përzgjedhja nuk ka qenë rastësishme për ftesën në këtë bord. Arritja jonë sjell së bashku një grup kombesh të dalluara që janë gati të ndërmarrin mbi supe përgjegjësinë fisnike të ndërtimit të paqes së përhershme, një nder i rezervuar për ata që janë të përgatitur të udhëheqin me shembullin e tyre dhe të përkushtohen me mjeshtëri për një të ardhme të sigurt e të begat për brezat që do të vinë. Në një të ardhme të afërt, ne do t'i mbledhim partnerët tanë të mrekullueshëm e të përkushtuar, shumica e cilëve janë udhëheqës botëror shumë të respektuar. Në fund, Trump fton kryeministrin Edi Rama të bashkëpunojnë në të ardhmen. Me kënaqësi pres të punojmë së bashku, edhe për shumë gjatë në të ardhmen, drejt qëllimit të vendosjes së përhershme të paqes botërore, mirëqenies dhe madhështisë për të gjithë. Edi Rama, pas publikimit të letrës, garantoi qytetarët shqiptar se pas kësaj ftese nga Trump do bëjë gjithçka për të lartësuar emrin e Shqipërisë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë zërat se ftesa e presidentit amerikan Donald Trump në bordin e paqes ka qenë thjesht formale. Rama theksoi se Shqipëria është një nga vendet e pakta të përzgjedhura si antare themeluese dhe pa asnjë kushtëzim. Ai mohoi kategorikisht pretendimet se vendi do të paguajë fonde, do të pranojë palestines apo se ftesa u është bërë të gjitha vendeve të OKB-s. Shqipëria është një nga të paktat vendet përzgjedhura si antare themeluese në bordin e paqes nga Donald Trump dhe pa kushtëzime. Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë zërat se ftesa e Trump ka qenë vetëm një formalitet, pasi letra mund t'u kishte shkuar edhe liderëve të gjithë vendeve antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, Shqipëria nuk ka detyrim as të paguajë e as të pranojë palestines për të qenë antare e bordit. Në bordin e paqes janë të ftuar të gjithë shtetet e OKB-s, gënjeshtër. Shqipëria do të paguajë 1 miliard euro, gënjeshtër. Palestinezët do të vinë në Shqipëri, gënjeshtër. Kryeministri ka një mesazh për kritikët e kësaj ftese, por i siguron se antarësimi në bordin e paqes të drejtuar nga Trump vetëm e lartëson Shqipërinë në skenën ndërkombëtare. Po bubullojnë e gërgërojnë, aq fort sa thua se në bordin e paqes presidentit Trump nuk është e ftuar Shqipëria, por një vend armik i Shqipërisë. Për mua personalisht rëndësi ka vetëm besimi i shumicës shqiptarëve që më kanë gjitur e mbajtur 4 vjet në majën e shtetit shqiptar dhe respekti atyre që janë në majën e botës atë Europës, i cili më duhet mbi të gjitha për të nderuar e lartësuar Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish ndaj zërave për pezullimin e vizave amerikane për shqiptarët duke i cilësuar atë dezinformim. Ai sqaroi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndaluar vizat, por kanë shtrënguar kontrollin për lejet e qëndrimit për punë për shkak të abuzimeve. Rama theksoi se masa është pjesë e politikave të reja të administratës Trump dhe nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me Shqipërinë. Për kryeministrin, kjo qasje opozitës do i kthehet në bumerang.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka hedhur poshtë aludimet e opozitës se shqiptarëve u janë pezulluar vizat për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për vizat, por lejet e qëndrimit për punë, pasi administrata Trump ka parë abuzimin me to nga tuajt gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë, jo vizave për në Amerikë, po leve të qëndrimit në Amerikë për punë, pasi për këtë kategori vëndesh kanë vënë re fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump. Por edhe kësaj radhe për Ramën, burimi i dezinformimit për shqiptarët ishte opozita. Ai paralajmëroi sërish se nga entuziazmi i nxituar do të shkojnë tek humbja e thelluar. Dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Dhe që përsëri kur të bie në tokë do të shohin se tereni mbi cilin qëndron është gjithmonë më i rrëshqitshëm. Pra, do të humbin thellë e më thellë e do hidhen përpjet lart e më lart. Ju të ndiqni Radio ABC News. në valët 105 FM Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Pasi u bllokuar për shkak të përkeqësimit të kushteve të motit që sodhën edhe rrëshqitje dhe rast, Qukës Qafploç është plotësisht e aksesueshme. Masivi shkëmbor që ra për shkak të shirave të rëmbyeshëm u pastrua nga firma kontraktore duke rjapur kështu qarkullimin. Inspektimi i këtij aksi të rëndësishëm rrugor vijon me përforcimin e rrjetave. Pas më shumë se një javë bllokuar është bërë mundur hapja aksit rrugor Qukës Qafploç, e cila mbeti e bllokuar për shkak të masivit shkëmbor. Mesditën e kësaj të diele, mjetet e pastrimit rrugor kanë bërë të mundur heqjen e masivit shkëmbor dhe prezenca së inerteve të rëna në këtë aks rrugor si pasojë rreshtjeve intensive të 8 janarit. Siç duket edhe nga pamjet, rruga është totalisht e pastrueshme dhe ka nisur qarkullimi i automjeteve për banorët e zonës. Nga subjekti i pastrimit bëhet edhe inspektimi i këtij aksi rrugor për të marrë masa për rrëshqitjen e dherave apo të gurave në rrugë. Një ndër masat, siç shihet edhe nga pamjet, është vendosja rrjetave anash rrugës. Nga e hëna ky aks rrugor pritet të jetë i aksesueshëm për të gjitha mjetet. 5 persona kanë mbetur të plagosur pas ditën e së dielës pas një aksidenti të regjistruar pranë urës së Milodit. Sipas informacioneve paraprake, një automjet është përplasur me një furgon. Autoambulanca transportoi të plagosurit drejt spitalit të traumës në kryeqytet, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. SPA ka arrestuar 8 persona të përfshirë në mashtrimin e shtetasve italian përmes investimeve në kriptomoneda. 3 organizatorët, vëllezërit Agim, Alfred dhe Arjan Prekaj, janë shpallur në kërkim. Gjatë kontrollit ju sekuestruan 10 dokumente, të cilat pritet të shërbejnë hetimit. Me urdhër të prokurisë së posaçme, 8 persona janë vënë në pranga si të përfshirë në mashtrimin e shtetasve italian për investime në kriptomoneda të ndryshme, si dhe janë shpallur në kërkim 3 organizatorët vëllezër, Agim, Alfred dhe Arjan Prekaj. Veprimtaria e këtij grupi ushtroi në një kull ngjitur me gjykatën e lartë në kryeqytet, por Buroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shtetit kanë kontrolluar 28 ambiente ku ushtronin veprimtarinë e call centerit. Gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje kompjuterike, të cilat janë në proces verifikimi, sisteme monitorimi të kamerave dhe shumë sende të tjera që pritet të ndihmojnë hetimit.
Po ashtu, kontrole janë ushtruar dhe në një ambient në ndërtim e sipër, në katin e 5 të godinës, ku dhe u sekuestruan materiale të ndryshme që priten të analizohen. Të arrestuarit, thot SPAK, janë kapur në flagrancë teksa transportonin një kush mbeturinash me sende të dyshuara të marra nga zyrat me qëllim asgjësimin e tyre. Skema e krijuar rezulton e mirë organizuar me poste pune të ndara, role të përcaktuara dhe staf që operonte në gjuhën italiane, franceze, spanjolle dhe gjermane. Organizatorët përdornin kamera filmike statike, por edhe personel civil vëzhgimi jashtë kësaj qendre. Më 15 janar, pas përfundimit të punës, pjesëtarët e këtij personeli vëzhgues kanë njoftuar pronarët për një ndërhyrje të mundshme. Pas kësaj, në orët e para të mëngjesit të datës 16 janar, janë larguar pajisje dhe zhboshatisur dhe ambienti i call centerit. Hetimi nisi pas paraqitjes së provave nga gazetarët italian të emisionit investigativ Lëlen, të cilët infiltruan një punonjës në call center dhe dorëzuan materialet dhe provat përkatëse tek agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Të përfshirë janë edhe shtetas italian, rezident në Itali dhe të tjerë që jetojnë në Shqipëri, ndërsa transaksionet kryeshin në kriptovaluta, në portofolio të monedhave virtuale të menaxhuar nga drejtuesi duke përdorur platforma mashtruese. 8 persona të përfshirë do të dalin të hënën para gjykatës së posaçme antikorrupsion për verifikimin e masës së sigurisë të vendosur ndaj tyre. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjesht. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodra digital dhe Tring, dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Vjoj me të tjera zhvillime. Ambasadorët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të mblidhen këtë të diel në një takim urgjent pas paralajmërimit të presidentit amerikan për vendosjen e tarifave tregtare ndaj disa vendeve perëndimore. Shkak për tensionit është kërkesa e SBA-s për blerjen e Groenlandës nga Danimarka, çështje që ka shkaktuar reagime të forta në Europë. Liderët evropianë kanë dënuar veprimin e Trump, duke cilësuar të gabuar dhe të rrezikshëm për marrëdhëniet transatlantike dhe sigurinë e NATO-s. Ambasadorët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të mblidhen këtë të diel në një takim urgjent pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi vendosjen e tarifave të rënda tregtare ndaj disa vendeve perëndimore derisa Shteteve të Bashkuara t'ju lejohet blerja e Groenlandës nga Danimarka. Është Çiproja ajo e cila po organizon takimin pasi mban aktualisht presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian. Liderët evropian kanë dënuar vendimin e Trump për vendosje të tarifave tregtare ndaj disa prej aleatëve të NATO-s. Kryeministri britanik Keir Starmer e quajti vendimin e presidentit amerikan plotësisht të gabuar dhe tha se do ta trajtonte këtë çështje drejt për drejt me administratën amerikane. Donald Trump deklaroi se Mbretëria e Bashkuar do të përballet me një tarifë 10% për të gjithë mallrat e eksportuara drejt Shteteve të Bashkuara, duke filluar që nga 1 shkurti, tarifë që do të rritet në 25% nga 1 qershori derisa të arrihet një marrëveshje për blerjen e Groenlandës nga Danimarka. Sipas tij, të njëjtat masa do të aplikohen edhe ndaj Danimarkës, Norvegjisë, Suedisë, Francës, Gjermanisë, Holandës dhe Finlandës. Starmer theksoi se pozicioni i Londrës për Groenlandën është i qartë, ajo është pjesë e Mbretërisë së Danimarkës dhe ardhmja e saj u takon qytetarëve të këtij ishulli dhe danezëve. Ai shtoi se siguria në Arktik është një çështje që prek të gjithë NATO-n dhe se vendosja e tarifeve ndaj aleatëve për arsye të sigurisë kolektive është e papranueshme. Nga ana tjetër, kryeministri suedez Ulf Kristersson deklaroi se Suedia është në diskutime intensive me partnerët evropian për një përgjigje të përbashkët, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron tha se do të zhvillojë bisedime me liderët evropian dhe se nuk do të nënshtrohet intimidimit. Ndonse vendi i saj nuk preket nga tarifat, kryeministri italiane Giorgia Meloni deklaroi se ky vendim i Donald Trump ishte i gabuar dhe se ajo kishte pasur një bisedë telefonike me të, ku i kishte treguar qëndrimin e saj. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez paralajmëroi se çdo veprim ushtarak amerikan ndaj Groenlandës do të dëmtonte rënd NATO-n dhe do të legjitimonte pushtimin e Ukrainës nga Rusia, duke theksuar se një skenar i tillë do ta bënte presidentin rus Vladimir Putin njeriu më të lumtur në botë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaruan se Bashkimi Evropian qëndron plotësisht në solidaritet me Danimarkën dhe popullin e Groenlandës, duke theksuar se stërvitjet ushtarake në Arktik nuk përbëjnë kërcënim për askënd. Ata paralajmëruan se tarifat do të rrezikonin një spirale të rrezikshme. Ndërkohë në Groenland dhe Danimarkë janë zhvilluar protesta masive kundër çdo përpjekje për marrjen nën kontroll të ishullit nga Shtetet e Bashkuara. Qindra qytetarë u mblodhën në kryeqytetin Nuuk në mbështetje të vetë qeverisjes, ndërsa mijëra protestuan në qytete të ndryshme të Danimarkës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës rrezikojnë që të cilin përfitime për Kinën dhe Rusinë, duke theksuar se ndarjet mes aleatëve vetëm sa do të dobësojnë sigurinë dhe stabilitetin global.
Ndryshe nga liçeni i Prespos, ku shpendat ujor kanë rënë për shkak të kushteve klimatike, liçeni i Aurit kanë shënuar një rritje në numrin e tyre. Biologët shpjegojnë se kushtet e florës, të klimës dhe habitatet në Pogradec kanë mbetur të qëndrueshme, duke ofruar stre të sigurt për shpendët që kanë lëvizur nga Prespa. Ekspertët paralajmërojnë se ruajtja e këtyre habitateve është thelbësore. Ndryshe nga liçeni i Prespos, ku vit pas viti ka ardhur në rënje numri i shpendëve ujor për shkak të ndryshimeve klimatike, e kundërta ka ndodhur me liçenin e Ohrit. Sipas specialistit në Agjencinë e Zonave të Mbrojtura Gani Bengon, këtë vit në liçenin e Ohrit kemi një rritje të numrit të shpendëve, për shkak se kushtet e florës, të klimës dhe habitatet në këtë liçen nuk kanë ndryshuar, ndërsa llojet janë të njëjta ndër vite. Rezultatet e para janë të kënaqshme, si vjet kemi një numër, le të themi, më të lartë të shpendëve dhe kjo tregon se ekosistemi në liçenin e Pogradecit është i qëndrueshëm dhe kërcënimet qoftë nga njeriu apo dhe ndryshimet klimatike nuk është se kanë dhënë efektet e tyre për sa i përket shpendëve. Këtë vit nuk është se është rastisur apo hasur në një shpend i ri, janë shpendët kryesorë që vizitojnë, le të themi, e Pogradecit, përmendim këtu numrin më të madh në liçen e kanë bajzat, lloje të ndryshme rosash, janë mjelmat. Sipas biologut Shumka, shtimi i shpendëve në Pogradec ka ardhur në rritje për shkak se liçeni i Prespos ka postuar ndryshime rrënjësore të habitateve nga ndryshimi i nivelit të ujit, duke bërë që shpendët të kenë gjetur habitat të përshtatshëm në liçenin e Pogradecit. Arsye kryesore mund të jetë edhe fakti që në liçenin e Prespos ne kemi ndryshime të habitateve si rezultati i reduktimit të nivelit të liçenit dhe një pjesë e madhe aty mund të jenë zhvendosur këtu. Zakonisht shpendët duan disa elemente, duan habitatin, pra shtëpinë e tyre, duan ushqimin, duan nivelin e përshtatshëm të ujit në liçen, por njëkohësisht edhe duan që të ketë shqetësime minimale humane. Për biologën, habitatet e shpendëve dhe streha janë të nevojshme që të ruhen nga shkatrimi i dorës së njeriut, siç është gjuetia, rritja urbane me anë të zhurmave, ndërtimeve apo turizmit. Çka nuk kupton, duhet njerëzit të lënë pak më të qeta. Tani duhet jemi pak më të kujdesshëm për arsye sepse fillon edhe ka ndaluar moratoriumi i gjuetisë dhe mundet të kemi shqetësime, gjë që ka filluar të ndihet pak a shumë. Për 2 ditë censusi u zhvillua në 34 vende në Shqipëri, ku vetëm 2 prej tyre ishin në qarkun e Korçës. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh. Për zhvillimet më të fundit, ju ftoj të klikoni në website-in ton abcnews.al. Ju faleminderit për vëmendje.